Shpeshherë në jetën tonë të përditshme ngrihen pyetje se çfarë lloji letërsie duhet të lexojmë. Bota e sotme, si në çdo fushë të saj, edhe në fushën e letërsisë, është e prirur të rendi pas reklamës dhe pas spektaklit, gjë që shpeshherë përkthehet jo në vlera të vërteta dhe vlera reale artistike të atyre veprave apo të atyre autorëve që rekomandohen. Libri ngjelet një kontribut I jashtëzakonshëm dhe I domosdoshëm për të kuptuar atë se si demokracitë moderne, sidomos në Perëndim, por edhe në vende të tjera, tani më nuk rrëzohen në mënyra klasike siç ka ndodhur në të kaluarën nëpërmjet grushteve të shtetit, por ato rrëzohen gradualisht nëpërmjet bjerjes vetë rregullave dhe institucioneve demokratike. Mesazhi I romanit Vjeshta e Patriarkut ngjelet aktual edhe për kohën e sotme, ku e kuptojmë qartë se pushteti absolut nuk prodhon gjë tjetër vetëm se prodhon vetmi dhe prodhon shkatërim. Të gjithë diktatorët në pamje të parë duken të fuqishëm, por në fundin e tyre ata ngelen të vetmuar, ngelen të izoluar dhe të rrethuar nga frikra që të tjerët në fakt nuk I kanë.